Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg të dhënë më herët në mungesë ndaj shtetasve Ado Xhika, Erviz Sedaka dhe Maxim Koçi. Të tre këta persona të njohur si të afërt me të shumë kërkuarin Talo Çela u ekstraduan pak ditë më parë nga Emiratet e Bashkuara Arabe drejt Shqipërisë si pjesë e një operacioni të koordinuar me Interpol. Sipas PAK, Erviz Sedaka akuzohet për sigurimin e kushteve për kryerjen e vrasjes Arjan Spahiut në Belgjik si dhe për tentativë vrasje për KP-un, në të cilën Daka kishte rolin e informatorit për lëvizjen e viktimës. Maxim Koçi dyshohet për përfshirje në vrasjen e dy personave dhe për përgatitjen e kushteve për dy vrasje të tjera, ndërkohë Ado Xhika, i njohur edhe me emrat Ado Çorriku dhe Elker Çeriku, akuzohet për përkrahje të autorit të krimit në tentativë për vrasjen e Ardian Çapjas me snajper, atentat nga i cili ky i fundit shpëtoi fatmirësisht. Prokuria e posaçme sqaroi se të tre të arrestuarit kanë qenë bashkëpunëtor dhe ndihmës të Talo Çelës, duke i ofruar strehim dhe mbështetje logjistike gjatë kohës që ai ishte në kërkim nga autoritetet. Arrestimi i Dakës, Koçit dhe Xhikës në Dubai në muajin maj u realizua fal bashkëpunimit të ngushtë me strukturat e drejtësisë shqiptare dhe Interpolit, ndërsa ekstradimi i tyre drejt Shqipërisë u krye me procedurë të përshpejtuar. Hetimet ndaj tyre vijojnë në kuadër të një dosje të gjuar kriminale që përfshin një sër atentate të bujshme në Shqipëri dhe jashtë saj.